Një vajzë e re me origjinë modeste përgatitet për mundësinë e jetës së saj në një intervistë pune. Ajo do të përballet me sfida që do të testojnë jo vetëm aftësitë e saj, por mbi të gjitha karakterin e saj. Një mësim mbi ndershmërinë dhe vendosmërinë është gati të ndryshojë gjithçka. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Ora me zilera në orën 5 të mëngjesit, si gjithmonë. Bora hapi sytë dhe për një moment qëndroi palvizur, duke dëgjuar zhurmat e njohura të shtëpisë që po zgjohej. Nga dhoma ngjitur vinte tingulli i lehtë i hapave të nënës së saj, Teutës, që po bëhej gati për një ditë tjetër pune. Ishte një rutinë që përsëritej prej vitesh, që kur Bora mbante mend. E reja u ngrit dhe eci drejt dritares së apartamentit të vogël. Jashtë, Tirana po fillonte të zgjohej. Dritat e ndërtesave të largëta vezullonin si yje toksor dhe ajo mund të shihte disa njerëz që tashmë po ecnin rrugëve, ndoshta duke shkuar në punë që fillonin herët, ashtu si nëna e saj. Teuta punonte si sanitare prej 15 vitesh në të njëjtën kompani, një nga korporatat më të mëdha në vend. Bora gjithmonë e kishte admiruar për kushtimin e nënës, mënyrën se si ajo rregullohej me kujdes çdo mëngjes, duke hekurosur uniformën e thjeshtë por gjithmonë të patëmet dhe duke lustruar këpucët e zeza derisa të shkëlqenin. Ishte çështje krenarie personale, thoshte Teuta. Nuk kishte rëndësi se çfarë detyre kryente, ajo do ta bënte gjithmonë me përsosmëri. Mirëmëngjes, bija ime, Teuta u shfaq në derën e dhomës, tashmë e veshur me uniformën e saj blu të errët. Je zgjuar herët sot. Nuk munda të flija mirë, u përgjigj Bora, duke u kthyer nga ema. Po mendoja për shumë gjëra. Teuta u afrua dhe u ul në cep të krevatit. Edhe në moshën 42 vjeçare, ajo ende ruante atë qëndrim elegant që gjithmonë e kishte karakterizuar personalitetin e saj. Me gjithë vështirësitë financiare që kishin kaluar ndër vite, ajo kur nuk lejoi që kjo të ndikonte në dinjitetin e saj apo në mënyrën e saj të dashur të trajtimit të njerëzve. Dëshiron të flasim për atë që po të mundon? Bora pshertiu. Në moshën 17 vjeçare, ajo ndjente peshën e të qenit në vitin e fundit të gjimnazit pa perspektiva të qarta për të ardhmen. Ndryshe nga shumë shok klase, ajo nuk e kishte mundësinë të zgjidhte çdo fakultet që dëshironte. Mundësitë ishin të kufizuara nga çështjet financiare që ajo i kuptonte, por që gjithsesi e frustronin. Nën, a jeni penduar ndonjëherë për ndonjë zgjedhje që keni bërë në jetë? Teuta heshti për disa çaste, duke konsideruar pyetjen e vajzës. Ajo e dinte se pas asaj pyetjeje fshiheshin ankthet dhe frikërat për të ardhmen me të cilat Bora po përballej. E di, Bora, unë besoj se çdo zgjedhje që kam bërë më ka sjell këtu ku jam sot. Dhe ku jam sot është pranë personit më të rëndësishëm të jetës sime, ajo preku lehtë fytyrën e vajzës. Sigurisht që ndonjëherë pyes veten se si gjërat mund të kishin qenë ndryshe. Por pastaj të shoh ty dhe shoh gjithçka që ke arritur, sa e zgjuar dhe e vendosur je, dhe e di që kam bërë zgjedhjet e duhura. Bora buzëqeshi, duke u ndier pak më e qetë. Që e vogël, ajo dëgjonte lëvdata për inteligjencën dhe edukatën e saj. Në shkollë ishte gjithmonë një nga nxënëset më të mira, dhe kjo nuk kaloi pa u vënë re as mes punonjësve të kompanisë ku punonte Teuta. Shpesh, kur shoqëronte nënën në evente apo situata të veçanta, Bora tërhiqte vëmendjen për mënyrën e respektueshme se si i trajtonte të gjithë, pavarësisht pozitës së tyre shoqërore. Më duhet të shkoj në punë tani, Teuta u ngrit. Sot është e enjte, dhe ti e di se si agjitohen drejtuesit të enjteve. Duan gjithçka perfekte për mbledhjet e rëndësishme të së premtes. Bora shoqëroi nënën deri në kuzhinë, ku Teuta përgatiti shpejt një kafe të thjeshtë dhe ndau disa feta bukë. Ishte një mëngjes modest, por i bërë me dashuri. Ndërsa Teuta pinte kafen, Bora vëzhgonte lëvizjet e sakta dhe delikate të nënës, sikur çdo gjest të ishte një vepër e vogël arti. Nën, më trego si është të punosh në atë kompani. Ti flet pak për përditshmërinë atje. Teuta buzëqeshi. Është një mjedis shumë profesional. Njerëzit janë të edukuar, por ekziston një hierarki shumë e qartë. Unë kujdesem për pastrimin dhe organizimin e disa sektorëve administrativ, kryesisht pranë zyrave të drejtorisë. Është interesante të vëzhgosh se si funksionon ajo boll. A e ke takuar ndonjëherë CEO-n? Besnik Shalan? E kam parë disa herë korridoreve. Është një burr mbresëlënës, shumë serioz, por gjithmonë i ka përshëndetur punonjësit me respekt.
Thonë se është shumë kërkues, por i drejt me të gjithë. Bora kishte dëgjuar për Besnik Shalan në lajme dhe revista. Në të 40-tat e tij, ai e kishte shndërruar një kompani familjare në një nga korporatat më të mëdha në Shqipëri. Njihej për inteligjencën e tij të mbret për biznes dhe për ruajtjen e vlerave etike rigoroze në të gjitha operacionet e kompanisë. Teuta mbaroi kafen dhe u drejtua për nga dera. Si çdo ditë, Bora e shoqëroi deri në hyrje të ndërtesës për t'u përshëndetur. Kalofsh një ditë të mbar në shkollë, bija ime. Dhe kujto atë që të them gjithmonë, edukata dhe ndeshmëria janë të vetmet gjëra që askush nuk mund t'i marrë prej teje. E di, nën. Edhe ti ki kujdes dhe ktheu shpejt. Bora qëndroi në dritare duke parë Teutën që ecte rrugës derisa u zhduk në kthesën e parë. Ishte gjithmonë kështu, një shtrëngim në zemër kur shihte nënën duke u nisur për një ditë tjetër pune të vështirë, por edhe një ndjenjë krenarie për gruan e fortë dhe dinjitoze që ajo ishte. Kur u kthye në dhomë, Bora u bë gati për të shkuar në shkollë. Zgjodhi me kujdes veshjen e saj, një këmishë të bardhë të thjeshtë por të hekurosur mirë dhe një pantallon të errët që Teuta i kishte blerë në fund të vitit të kaluar. Nuk ishin rroba firme, por ishin gjithmonë të pastra dhe të mirë mbajtura. Ndërsa rregullohej, Bora mendonte për të ardhmen. E dinte se do t'i duhej të punonte fill pas mbarimit të gjimnazit për të ndihmuar me shpenzimet e shtëpisë, por ëndërronte të vazhdonte studimet në ndonjë mënyrë. Ndoshta një kurs teknik mbrëmjeje, ose kush e di, të fitonte një bursë studimi në ndonjë universitet. Ishin ëndra që dukeshin të largëta, por që ajo nuk kishte ndërmend t'i braktiste. Apartamenti i vogël ku jetonin ndodhej në një kompleks banimi në lagjen kombinat të kryeqytetit. Nuk ishte lagja më e privilegjuar, por Teuta gjithmonë insistonte të mbante gjithçka të organizuar dhe të pastër. Muret ishin të thjeshta, të lyer me të bardhë, të dekoruar vetëm me disa foto familjare dhe një kornizë të vogël me një thënie që Teuta e çmonte shumë. Karakteri është e vetmja pasuri e vërtetë. Bora ishte rritur duke dëgjuar këtë thënie. Në momentet më të vështira, kur mungonin parat për diçka që ajo dëshironte, ose kur shite shokët e shkollës me rroba dhe sende që familja e saj nuk mund t'i blinte, Teuta gjithmonë i kujtonte se kishte vlera më të rëndësishme se pronat materiale. Në shkollë, Bora respektohej nga shokët dhe mësuesit. Nuk ishte më e populluara e klasës, por kishte miqësi të forta dhe njihej për inteligjencën dhe karakterin e saj të integritetit. Gjimnazi publik Skënderbeu ishte një institucion i thjeshtë, por me mësues të përkushtuar që njihnin potencialin e nxënësve si Bora. Gjatë pushimit u ul me shoqen e saj të ngushtë, Junën, e cila gjithmonë e mbështeste në momentet e saj të pasigurisë. Juna ishte vajza e një familjeje të klasës së mesme, prindërit e saj ishin pedagogë universiteti dhe ajo gjithmonë kishte perspektiva të qarta për të ardhmen e saj. Dukesh e shqetësuar sot, vuri re Juna duke kafshuar sandviçin e saj të shtëpisë që vinte i mbështjell me letër alumini. Po mendoj për atë që do të bëj pasi të diplomohemi. Ndonjëherë duket sikur të gjithë kanë një plan, përveç meje. Juna ndaloi së përtypuri dhe e pa seriozisht shoqen. Bora, ti e di që unë do të konkurroj për drejtësi, apo jo? Prindërit e mi kanë kërkuar tashmë universitetet më të mira, kurset përgatitore. E di. Këtë po them. Ti ke një rrugë të qartë. Por e di çfarë tjetër? Prindërit e mi thonë gjithmonë se ti je një nga njerëzit më të zgjuar që njohin. Kur u tregoj për notat e tua, ata mbeten të impresionuar. Mami pyet gjithmonë nëse ke plane për të dhënë provimet e universitetit. Bora pshertiu. Juna, nuk është vetëm për inteligjencën. Është për mundësitë, burimet. E di që situata jote është ndryshe nga e imja, e ndërpreu Juna me butësi. Por jam e sigurt që mundësitë do të shfaqen. Ti vetëm duhet të jesh e përgatitur për t'i shfrytëzuar kur të vinë. Shiko sa mirë ja del në gjithçka, matematik, gjuhë, shkenca. Mësuesit jetojnë duke të lavdëruar. Ishte e vërtetë. Bora gjithmonë shkëlqente akademikisht. Mësues Beni, i matematikës, shpesh përdorte ushtrimet e saj si shembull për klasën. Mësuesja Valbona, e letërsisë, gjithmonë e inkurajonte të merrte pjesë në konkurse letrare. Por Bora e dinte se notat e mira, vetvetiu, nuk garantonin një të ardhme premtuese pa burime financiare për të investuar në arsimin e lartë. Fjalët e Junës jehonin në mendjen e Borës gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës. E përgatitur për mundësitë.
Ajo pyes broat veten nëse vërtet ishte e përgatitur për çdo gjë që mund të shfaqej në rrugën e saj. Kur u kthye në shtëpi atë pasdite, gjeti diçka të pazakonshme. Dera e apartamentit ishte gjysmë e hapur dhe ajo mund të dëgjonte zëra të njohur që vinin nga kuzhina. Kur hyri, pa Teutën duke biseduar me fqinjen e saj, zonjën Fatime, një zonjë rreth të 60-tave që jetonte në apartamentin ngjitur prej më shumë kohësh se kushdo tjetër në ndërtesë. Ah, erdhi studentja, thiri zonja Fatime kur pa Borën. Nëna jote po më tregonte për notat e tua të shkëlqyera në dëftesën e fundit. Bora e përshëndeti fqinjen me edukatë. Zonja Fatime ishte një grua që kishte punuar gjithë jetën si sekretare në një shkollë publike dhe gjithmonë kishte treguar dashuri të veçantë për Borën, e cila i kujtonte fëmijët e saj kur ishin të rinj. Notat e tua janë vërtet të shkëlqyera, vajzë, vazhdoi zonja Fatime, duke rregulluar syzet mbi hunë. Teuta më tregoi dëftesën tënde. Në matematik atëherë uau. Unë kur nuk kam qenë e mirë me numrat, por ti ke marrë 10. Bora ka qenë gjithmonë e përkushtuar ndaj studimeve, tha Teuta me krenari, duke i shërbyer një çaj të thjesht fqinjes. Edhe kur i duhet të ndihmoj në shtëpi, kur nuk i lë mënjan detyrat e shkollës. Kështu bëhet, pohoi zonja Fatime me forcë. Arsimi është e vetmja trashëgimi që prindërit e varfër mund t'u lënë fëmijëve dhe është ende më e mira nga të gjitha. Nëna ime, ndjes pas, e thoshte gjithmonë këtë. Bora u ul me to për disa minuta, duke dëgjuar zonjën Fatime të tregonte histori për studentët brillant që kishte njohur gjatë viteve duke punuar në shkollë, shumë prej të cilëve kishin arritur të ndryshonin plotësisht jetën e tyre përmes arsimit. Ti më kujton shumë një vajzë që studionte në shkollën ku punoja unë, tha zonja Fatime, duke parë me dashuri Borën. Edhe ajo ishte nga një familje modeste, por kishte të njëjtën vendosmëri në sy. Sot është avokate, e dini? Arriti të fitonte një bursë studimi të plot në një universitet privat. Pasi zonja Fatime u largua, Teuta dhe Bora mbetën vetëm. Bora vuri re se nëna e saj duke i ndryshe, kishte një energji të përmbajtur, sikur po mbante një lajm të rëndësishëm. Teuta vazhdonte të rregullonte gjërat në kuzhinë, por lëvizjet e saj dukeshin më nervoze se zakonisht. Nën, dukesh e çuditshme sot. A ndodhi gjë në punë? Teuta ndaloi së rregulluari filxhanët dhe u kthye nga e bija. Për një moment mbeti në heshtje, sikur po mblidhte guximin për të folur. Atë pasdite, kur u kthye në shtëpi, gjeti Teutën më herët se zakonisht. Ajo ishte ulur në tryezën e kuzhinës me një shprehje ndryshe në fytyrë, një përzierje ankthi dhe pritjeje që Bora nuk mund ta deshifronte. Nën? Ka ndodhur gjë? Ke ardhur herët sot. Teuta e pa vajzën me një buzëqeshje hezituese. Se tu këtu, Bora. Më duhet të të tregoj diçka. Bora u ul pranë nënës, duke ndier një përzierje kurioziteti dhe ankthi që rritej në gjoksin e saj. Heshtja në kuzhinën e vogël dukej më e dendur se zakonisht, dhe ajo mund të dallonte se Teuta po zgjidhte me kujdes fjalët. Sot ndodhi diçka e papritur në punë, filloi Teuta, duart e saj po luanin nervoz me cepin e mbulesës së tryezës. Diçka që mund të ndryshojë plotësisht të ardhmen tonë. Bora rudhi ballin, duke u përpjekur të imagjinonte se çfarë mund të kishte ndodhur që ta linte nënën e saj në atë gjendje. Teuta kishte qenë gjithmonë një person i qetë dhe i kontrolluar, kështu që ta shihte kështu ishte e pazakonë. Çfarë ishte, nën? Po më bën të shqetësohem. Teuta mori frym thellë para se të vazhdonte. A të kujtohet që të kam folur për zonën administrative ku punoj? Pranë zyrave të drejtorisë? Po, sigurisht. Ti thua gjithmonë se është një zonë shumë e ngarkuar, me mbledhje të rëndësishme. Pikërisht. E po, sot në mëngjes po organizoja sallën e mbledhjeve në katin e 15 kur dëgjova një bisedë mes zotit Besnik Shala dhe drejtoreshës së burimeve njerëzore, Arta Dedës. Ata po diskutonin për një pozicion të ri që u krijua në kompani, asistenti i ri për vetë CEO-n. Bora dëgjoi me vëmendje, ende pa e kuptuar se ku donte të dilte nëna, por duke ndier se diçka e rëndësishme po vinte. Pozicioni është për dikë të ri, që po mbaron gjimnazin ose sapo e ka mbaruar. Ata duan ta trajnojnë personin që në fillim të formojnë dikë me potencial. Zonjusha Arta po komentonte për vështirësinë për të gjetur kandidat që kanë jo vetëm kompetencë teknike, por edhe karakter të fortë. Zemra e Borës filloi të rrite më shpejt. Ajo po fillonte të kuptonte se ku po shkonte biseda.
Teuta vazhdoi, zëri i saj mori një ton më emocionues, dhe pastaj zoti besnik tha diçka që më la mbres të thellë. Ai tha se ishte i interesuar të jepte një shans dikujt që vërtet kishte nevojë për mundësinë, dikujt që e kuptonte vlerën e punës së palodhur, që ishte formuar nga vështirësitë e jetës në mënyrë pozitive. Vërtet e tha këtë? Po, e tha. Tha se preferonte të formonte dik nga zero, me vlera të forta, sesa të punësonte dik që vjen tashmë me veset e tregut të punës. Tha se donte një person me integritet, të gatshëm për të mësuar. Teuta bëri një pauzë, duke parë drejt për drejt në sytë e vajzës. Atëherë mora një vendim që mund të ketë qenë i pamatur, por që ndjeva në zemër se ishte gjëja e duhur për të bërë. Çfarë bëre, nën? U afrova pasi ata mbaruan bisedën. Zemra po më rrite aq fort sa mendova se mund ta dëgjonin. Kërkova ndjes dhe thash se njihja një vajzë të re që mund të ishte pikërisht ajo që po kërkonin. Bora ndjeu këmbët t'i dridheshin. Nën, nuk e bëre këtë. E bëra, bia ime. Dhe e di pse? Sepse gjatë 15 viteve duke punuar në atë kompani, kam vëzhguar se si funksionojnë gjërat. Kam parë njerëz kompetent që promovohen, kam parë njerëz të ndershëm që njihen. Por kam parë edhe njerëz pa karakter që zbulohen dhe humbasin gjithçka. Teuta u ngrit dhe filloi të ecte nëpër kuzhinë, agjitimi i saj po rritej. Fola për ty, Bora. Për inteligjencën tënde, notat e tua të shkëlqyera, edukatën tënde, karakterin tënd. I tregova se si më ndihmon në shtëpi pa u ankuar, si e trajton çdo kënd me respekt, si studion me përkushtim edhe pse i di kufizimet tona. Dhe çfarë than ata? Zonjusha Arta u interesua menjëherë. Pyeti për notat e tua në shkollë, për personalitetin tënd, nëse kishe përvojë me kompjuterët. Dhe zoti besnik. Teuta buzëqeshi për herë të parë që kur kishte filluar bisedën, ai u bë kurioz. Tha se do të dëshironte shumë të njihte personalisht. Heshtja pushtoi sërish kuzhinën. Bora po procesonte informacionin, duke u përpjekur të kuptonte për masën e asaj që nëna e saj sapo i kishte treguar. Besnik Shala ishte një figurë pothuajse legjendare në botën e biznesit, shfaqej në revista, përmendej si një nga sipërmarrësit më të respektuar në vend. Ata caktuan një intervistë, Bora. Për nesër, në orën 2 të pasdites. Nesër? Zëri i Borës doli më i lartë se sa ajo donte. Por nën, unë nuk kam asnjë përvojë në punë korporative. Nuk kam punuar kur në asgjë, e lëre më në një kompani të asaj madhësie. Dhe një intervistë drejt për drejt me CEO-n? Kjo është e pamundur. Teuta u afrua dhe u gjunjëzua para karriges së vajzës, duke marrë duart e saj mes të sajave. Bia ime, dëgjoj çfarë do të them. Gjatë gjithë këtyre viteve, të kam parë duke u rritur. Kam parë se si i trajton njerëzit me respekt, pavarësisht se kush janë. A të kujtohet kur ai pas trehu u shfaq në derën tonë duke kërkuar ushqim, dhe ti e ndave darkën tënde me të? Bora e mbante mend. Ishte para disa muajsh. Teuta kishte dalë të blinte ilaçe dhe një burr në gjendje rrugë trokiti në derë duke kërkuar diçka për të ngrënë. Bora nuk hezitoi t'i ofronte një pjesë të pjatës së saj. A të kujtohet kur e ndihmove zonjën Fatime të mbante pazarin e saj çdo ditë për 2 javë kur ajo kishte këmbën e vrarë? Bora pohoi me kokë. Për të, kishte qenë e natyrshme të ndihmonte fqinjen e moshuar. A të kujtohet kur gjetët atë portofol në rrugë, me para dhe dokumente, dhe insistove të shkoje deri në adresë për t'ia kthyer personalisht pronarit? Nën, këto gjëra janë normale. Jo, bia ime. Nuk janë normale. Janë të veçanta. Tregojnë se çfarë lloj njeriu je. Teuta shtrëngoi duart e vajzës. Kam parë se si studion me përkushtim edhe pse e di që nuk kemi mundësi të paguajmë një universitet privat. Kam parë se si më ndihmon në shtëpi pa u ankuar kur, edhe kur mund të ishe duke u argëtuar me miq. Fjalët e nënës e prekën thellë Borën, por frika ende dominonte mendimet e saj. Por nën, po sikur të mos ia dal, po sikur të zhgënjej, po sikur ata të kuptojnë që unë nuk kam profilin që po kërkojnë, po sikur të bëj diçka gabim. Teuta u ngrit dhe u pozicionua pas karriges së vajzës, duke mbështetur duart mbi supet e saj. E dashura ime, a të kujtohet kur ishe e vogël dhe kishe frikë t'i jepje biçikletës? Ti thoje se do të rrëzoheshe, se do të vriteshe.
Qëndroje me javë duke parë atë biçikletë të vjetër që arritëm ta blinim të përdorur, duke dashur të mësoje por duke vdekur nga frika. Bora e kujtonte turbull atë episod. Ishte rreth 8 vjeç. Unë të thash se e vetmja mënyrë për të mësuar ishte duke provuar. Dhe në fund, ti jo vetëm që mësove të jepje biçikletës, por u bëre vajza që i jepte më mirë në të gjithë kompleksin. A të kujtohet si fëmijët e tjerë të kërkonin ti mësoje? Bora buzëqeshi lehtë me kujtimin. Kjo është biçikleta jote tani, bia ime. Kjo është shansi yt për t'i treguar botës se kush je vërtet. Dhe edhe nëse nuk funksionon, të paktën do të kesh provuar. Do të kesh treguar se ke guxim. Por nën, po sikur të mos di t'u përgjigjem pyetjeve? Po sikur të belbëzoj? Po sikur të jesh pikërisht ajo që je? Një vajzë e zgjuar, e edukuar, e ndershme dhe e vendosur? Teuta e ndërpreu me butësi. Bora, ata nuk po kërkojnë një ekzekutive të gatshme. Po kërkojnë një person me karakter që mund të formohet. Dhe këtë ti e ke tashmë. Atë natë, Bora mezi fjeti. Mendja e saj ishte e mbushur me skenar të mundshëm për intervistën e të nesërmes. Si duhet të vishej? Çfarë duhet të thoshte? Si duhet të sillej para njerëzve aq të rëndësishëm? Teuta, duke vënë re ankthin e vajzës, vendosi ta ndihmonte të përgatitej. Ndau veshjen më formale që Bora zotëronte, një këmishë të bardhë që Teuta e kishte hekurosur me kujdes të veçantë, një pantallon të errët të mirë mbajtur dhe një çantë pëlhure që vetë Teuta e kishte qëndisur me dorë vite më parë. Nuk kemi rroba firme, tha Teuta ndërsa organizonte gjithçka, por kemi diçka shumë më të vlefshme. Ti ke edukat, ke karakter dhe ke një histori jete që të ka bërë këtë që je. Këtë askush nuk mund ta blej. Mëngjesin tjetër, Bora u zgjua më herët se zakonisht. Mori një dush të kujdesshëm, u rregullua me qetësi dhe u përpoq të qetësonte nervat duke pirë një çaj që Teuta kishte përgatitur. Nën, po sikur të pyesin për familjen time? Për situatën tonë financiare? Ti trego të vërtetën me krenari. Nuk kemi pse të turpërohemi. Jemi njerëz të ndershëm që punojmë fort për të arritur atë që kemi. Kjo është arsye për krenari, jo për turp. Gjatë rrugës për në shkollë atë mëngjes, Bora mezi u përqendrua në mësime. Mësuesit e saj e vunë re shpërndarjen e saj, por ajo vendosi të mos tregonte për intervistën. Nuk donte të krijonte pritshmëri të panevojshme. Në kohën e drekës, Bora doli nga shkolla dhe u drejtua për në shtëpi. Teuta kishte arritur të merrte një leje të veçantë për të shoqëruar vajzën deri te kompania dhe për t'i dhënë mbështetje morale. Je gati? Pyeti Teuta kur erdhi Bora. Besoj se po. Ose të paktën aq gati sa do të mund të jem. Ato dolën nga shtëpia me mjaft kohë për të arritur me qetësi. Gjatë rrugës me transport publik, Teuta i dha këshillat e fundit vajzës. Kujto, bëhu vetvetja. Bëhu e edukuar, e respektueshme, por trego personalitetin tënd. Dhe mbi të gjitha, bëhu e ndershme. Ndershmëria ka qenë gjithmonë cilësia jote më e madhe. Kur më në fund arritën në ndërtesën madhështore të korporatës, Bora ndjeu këmbët t'i dridheshin lehtë. Ndërtesa ishte edhe më mbresëlënëse se sa ajo e kishte imagjinuar. Me më shumë se 20 kate xhami dhe qeliku, ajo dominonte peizazhin urban të asaj zone të Tiranës. Këtu punon ti çdo ditë? Pyeti Bora, duke parë lart. Çdo ditë prej 15 vitesh. Dhe kush e di, ndoshta së shpejti edhe ti do të punosh këtu. Në hyrje të ndërtesës, Teuta tregoi identifikimin e saj si punonjëse të roja, shpjegoi shkurtimisht situatën dhe të dyja u drejtuan për të ashensorët. Bora vëzhgonte gjithçka përreth me sy kurioz, dyshemen prej mermerit të lustruar, muret me pasqyra, dekorimin modern dhe të sofistikuar. Është një botë tjetër nga e jona, përshpëriti Bora. Ndryshe, po. Por kjo nuk do të thotë që ti nuk mund të jesh pjesë e saj. Ti ke po aq të drejtë sa çdo njeri tjetër për të qenë këtu. Në katin e 15, ato dolën nga ashensori dhe u pritën nga një sekretare elegante që i shoqëroi deri në një sallë të vogël pritjeje pranë zyrës së CEO-s. Zonjusha Bora duhet të presë këtu. Intervista do të fillojë pas pak minutash. Zonja Teuta mund të presë në recepcionin e katit përdes nëse dëshiron. Teuta e përqafoi vajzën me dashuri. Unë do të jem poshtë duke u lutur për ty, kujtoj gjithçka që biseduam. Ti ja del.
Bora mbeti vetëm në sallën e pritjes, duke ndjer peshën e momentit. Pa përreth dhe vuri re cilësinë e mobiljeve, pikturat në mure, pamjen mbreslënëse të qytetit përmes dritares. Ishte një mjedis që rrezatonte pushtet dhe sukses. Atëherë dëgjoj hapa në korridor. Dera u hap dhe një vajzë tjetër hyri në sallë. Ishte një vajzë me sa duket e të njëjtës moshë me Borën, por kishte diçka krejtësisht ndryshe në paraqitjen e saj. Rrobat e saj ishin qartësisht firme, flokët i kishte të rregulluar në mënyrë perfekte dhe mbante një çantë që ndoshta kushtonte më shumë se të ardhurat mujore të familjes së Borës. E sapo ardhura e pa Borën me një buzëqeshje të sjellshme, por sytë e saj bën një vlerësim të shpejtë të veshjes dhe pamjes së konkurrentes. Bora u ndje menjëherë në siklet, por mbajti qëndrimin drejt dhe ju përgjigj përshëndetjes me edukat. Edhe ti je këtu për intervistën, pyeti vajza, duke u ulur me elegancë në karrigen ngjitur. Po, u përgjigj Bora thjesht. Sa interesante. Unë jam Klea. Po ti si quhesh? Bora. Kënaqësi të të njoh. Atmosfera në sallë ndryshoi paksa. Bora mund të ndjente se po vlerësoi dhe jo vetëm për intervistën që po vinte. Klea u akomodua në koltukun prej lëkure me natyrshmërinë e dikujt që ishte mësuar me mjedise të sofistikuara. Lëvizjet e saj ishin të llogaritura, elegante dhe Bora vuri re se si ajo dukej plotësisht rehat në atë skenë luksoze, sikur i përkiste asaj. Qëndrimi i saj ishte i patëmet dhe ajo mbante një blok të vogël lëkure që kombinohej perfekt me çantën e saj të firmës. Pra Bora, filloi Klea, duke kryqëzuar këmbët në mënyrë të hijshme dhe duke rregulluar me delikatesë një fije floku, ku studion? Në gjimnazin publik Skënderbeu në Kombina. Po ti? Unë mbaroj këtë vit në shkollën ndërkombëtare të Tiranës. Është një shkollë private mjaft e njohur në skenën arsimore të kryeqytetit. Klea foli me një ton që dukej rastësor, por Bora e kuptoi qëllimin pas informacionit. Imagjinoj se duhet ta njohësh, apo jo? Shumë nxënës prej andej përfundojnë duke ndjekur të njëjtat universitete si ata të shkollës publike. Mënyra se si Klea tha shkollë publike mbarte një hollësi përçmuese që nuk kaloi pa u vënë re. Bora tundi kokën negativisht duke mbajtur shprehjen neutrale. Jo, nuk e njoh personalisht. Por kam dëgjuar për reputacionin. Ajo e njihte reputacionin e asaj shkolle, ishte një nga më të shtrenjtat dhe ekskluzivet në Tiranë, e frekuentuar kryesisht nga fëmijët e elitës vendase. Është një institucion i shkëlqyer. Kam fatin që kam studiuar atje që e vogël. Prindërit e mi gjithmonë kanë insistuar për arsimin më të mirë të mundshëm, e di si është. Klea hapi çantën e saj të firmës dhe nxori një smartphone të modelit të fundit, duke kontrolluar shkurtimisht ndonjë mesazh. Madje, sapo jam kthyer nga një shkëmbim 6 mujor në Evropë. Ishte një përvojë e jashtëzakonshme për të përmirësuar anglishten dhe frëngjishten time. Studiova në Francë për 3 muaj dhe pastaj në Angli. Bora dëgjonte në heshtje, duke filluar të kuptonte lojën që po luaj. Klea nuk po bënte thjesht bisedë, po shënonte territorin, duke vendosur një hierarki shoqërore bazuar në privilegjet ekonomike. Sa mirë për ty, u përgjigj Bora sinqerisht. Duhet të ketë qenë vërtet një përvojë pasuruese të jetosh në kultura të ndryshme. Ishte, po. Po ti, a ke bërë ndonjë kurs gjuhësh? Anglisht, ndoshta? Është praktikisht e domosdoshme në tregun korporativ sot. Mësova anglisht në shkollë dhe kam praktikuar vetë duke përdorur aplikacione dhe duke parë filma me titra. Gjithmonë më kanë pëlqyer shumë gjuhët. Klea buzëqeshi në një mënyrë që mund të interpretohej si e sjellshme, por kishte diçka përçmuese në shprehje. Çfarë përkushtimi admirues. Autodidaktët janë gjithmonë për t'u lëvduar, ndonse është shumë më sfiduese se sa të kesh mësime private me mësues vendas, apo jo. Ndonjëherë theksi mund të mbetet pak i komprometuar pa orientimin e duhur. Sikleti i Borës rritej, por ajo qëndronte e fortë. E njihte taktikën, Klea po përpiqej ta zvogëlonte pa qenë hapur e pasjellshme, duke përdorur lëvdata të maskuara që mbartnin kritika të nënkuptuara. Besoj se çdo person mëson në mënyrën që mundet dhe në mënyrën që ka mundësi, u përgjigj Bora me qetësi, duke mbajtur tonin respektues por të prerë. E rëndësishme është rezultati final dhe aftësia e komunikimit. Përkushtimi mund të kompensojë shumë disavantazhe. Sigurisht. Klea e futi telefonin në çantë dhe u kthye plotësisht nga Bora, qëndrimi i saj tregonte një interes të ri.
Dhe më trego, si dëgjove për këtë pozicion? Është një pozicion mjaft i kërkuar, imagjinoj. Kam disa kontakte në kompani që më njoftuan për mundësinë sapo u shfaq. Babai im njeh disa investitorë që kanë aksione këtu. Ishte një tjetër demonstrim i holl i pushtetit dhe lidhjeve. Bora e kuptoi se Klea po ndërtonte me kujdes një kuadër superioriteti shoqëror dhe ekonomik. Nëna ime punon këtu, u përgjigj Bora pa hezituar, duke vendosur të ishte plotësisht e ndershme. Ajo mori vesh për pozicionin dhe mendoi se unë mund të isha e interesuar. Ah, sa interesante. Çfarë funksioni kryen ajo? Pyetja u bë me një buzëqeshje, por Bora mund të shihte kuriozitetin llogaritës pas saj. Për një moment, Bora hezitoi. Mund të ndjente se kjo pyetje ishte një test, ndoshta edhe një kurth. Klea ndoshta priste që ajo të gënjente, ta minimizonte ose të përpiqej ta zbukuronte situatën. Ajo punon në zonën e pastrimit dhe organizimit të sektorëve administrativ. Ka 15 vite në kompani. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kuptim. Bora mund të shihte se Klea po procesonte informacionin duke rilogaritur strategjinë e saj të qasjes. Shpreja në fytyrën e saj ndryshoi paksa, një përzierje habie dhe diçkaje që dukej si kënaqësi, sikur të kishte konfirmuar një dyshim. Çfarë përkushtimi, komentoi më në fund Klea, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Duhet të jetë një punë mjaft e vështirë. 15 vite wow, është shumë kohë në të njëjtin funksion. Është një punë e ndershme, e korrigjoi Bora, me një vendosmëri në zë që e surprizoi edhe veten. Nëna ime më ka mësuar gjithmonë se çdo punë e bërë me dinjitet dhe përsosmëri meriton respekt të plotë. Klea puliti syt disa herë, sikur nuk priste një përgjigje aq të drejtpërdrejtë dhe të sigurt. Ajo ishte mësuar me njerëz që përpiqeshin ta impresiononin ose që friksoheshin nga pozita e saj shoqërore e privilegjuar. Sigurisht. Nuk desha të lija të kuptoj asgjë ndryshe, u nxitua ajo të thoshte, duke u përpjekur të rimerte kontrollin e bisedës. Është thjesht se mirë, është interesante se si njerëz nga sfonde të ndryshme përfundojnë duke konkurruar për të njëjtat mundësi, apo jo. Bota korporative është vërtet demokratike në këtë kuptim. Fjala sfonde u shqiptua me kujdes të veçantë dhe Bora e kuptoi përsosmërisht mesazhin e nënkuptuar. Por në vend që të ndihej e zvogëluar, ndjeu një forcë të brendshme të rritej. Po, unë mendoj se kjo është e mrekullueshme, u përgjigj Bora, duke mbajtur një buzëqeshje të sinqertë. Do të thotë se jetojmë në një shoqëri ku merita dhe karakteri mund të mbizotërojnë mbi çdo rrethan tjetër. Klea mbeti për momentin e çorientuar. Ajo kishte tentuar të vendoste një dinamik superioriteti dhe inferioriteti, por Bora nuk po bashkëpunonte me skenarin. Në vend që të friksoj, Ereja po përgjigjej me një siguri që Klea nuk e priste. Ke një perspektivë shumë optimiste, komentoi Klea, duke u mbledhur dhe duke marrë një ton paksa mësues. Ndonse, në praktik, realiteti është pak më kompleks. Përgatitja e duhur, rrjedhëzimi, përvoja ndërkombëtare, kontaktet familjare, të gjitha këto peshojnë shumë në një treg aq konkurrues sa ky. Pa dyshim, u pajtua Bora me qetësi. Dhe unë besoj se çdo person sjell cilësi unike në çdo situatë. Përvoja ndërkombëtare është e vlefshme, ashtu si përvoja e jetës, vendosmëria, përullësia dhe aftësia për të vlerësuar vërtet një mundësi kur ajo shfaqet. Ishte një përgjigje elegante që nuk sulmonte drejt për drejt privilegjet e Kleas, por vendoste që edhe Bora kishte vlera për të ofruar. Dueli i fjalëve u ndërpre kur dera e sallës u hap. Një grua rreth të 50-tave, e veshur profesionalisht me një kostum blu të errët të patëmet, hyri dhe i përshëndeti të dyja të rejat me një buzëqeshje kordiale por vlerësuese. Mirëdita, vajza. Unë jam Arta Dejda, drejtoresha e burimeve njerëzore të korporatës. Ju jeni Bora dhe Klea? Po, zonjë, u përgjigjen në kor, të dyja duke u ngritur me edukat. Perfekt. Zoti Shala është gati t'ju takoj. Arta u pozicionua në mënyrë që të fliste me të dyja njëkohësisht, qëndrimi i saj tregonte vite përvojë në procese për zgjedhje. Por para kësaj do të dëshiroja të shpjegoja shkurtimisht se si do të funksionojë procesi ynë sot. Arta bëri shenjë që ato të uleshin sërish. Ju do të intervistoheni së bashku fillimisht. Zoti Shala e ka zhvilluar këtë metodologji sepse i pëlqen të vëzhgojë se si kandidatët sillen në grup, si përballen me praninë e konkurrentëve, si reagojnë në presion shoqëror. Bora ndjeu zemrën t'i rritë fort.
Një intervistë në grup ishte diçka që ajo nuk e kishte parashikuar, dhe tani kuptonte se do të ishte shumë më sfiduese. Pas kësaj etape të parë, vazhdoi Arta, duke vëzhguar reagimet e të dyjave, ai mund të zgjedhë të bisedojë individualisht me njërin ose të dyja, varësisht nga vlerësimi i tij fillestar. Klea pohoi me një siguri të dukshme. E kuptojmë plotësisht, zonja Dejda. Do të jetë kënaqësi të marrim pjesë në këtë proces. Arta buzëqeshi profesionalisht. Shkëlqyeshëm. Ka edhe një gjë tjetër që do të dëshiroja të përmendja, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo bëri një pauzë, duke u siguruar që të dyja po I kushtonin vëmendje të plotë. Zoti Shala vlerëson veçanërisht autenticitetin. Ai ka një aftësi pothuajse intuitive për të kuptuar kur dikush po përpiqet të jetë diçka që nuk është ose po luan një rol. Të dyja të rejat pan njëra tjetrën shkurtimisht. Për Borën ishte një ngushëllim të dinte se ndeshmëria do të vlerësohej. Për Klean dukej më shumë si një sfidë teknike për t'u kaluar. Tani, nëse më ndiqni. Arta I shoqëroi nëpër një korridor të dekoruar me elegancë. Bora vëzhgonte veprat e artit në mure, tapetet luksoz, pamjen spektakolare të qytetit përmes dritareve të mëdha. Ishte një botë plotësisht e ndryshme nga çdo gjë që ajo njihte. Klea ecte me familiaritet, sikur ai lloj mjedisi të ishte natyra e saj e dytë. Bora vuri re se si ajo përshëndeste me diskrecion disa punonjes që kalonin, sikur t'i njihte tashmë. Ndaluam para një dere të dy fish prej drurit të errët. Arta trokiti lehtë dhe priti përgjigjen nga brenda. Mund të hyni. Zëri ishte I rënd, autoritar, por jo frikësues. Arta hapi derën dhe bëri një gjest që vajzat të hynin. Zyra e besnik Shalës ishte mbresëlënëse. Zinte pothuajse të gjithë njërën anë të katit, me dritare që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Dekorimi ishte I sofistikuar por jo mburrës, duke përcjell pushtet dhe elegancë në mënyrë të hollë. Pas një tryeze ekzekutive imponuese, një burr rreth të 45 vjeçave u ngrit. Besnik Shala ishte I gjatë, kishte flokë të thinjur të tëmthat, dhe sytë e tij ishin depërtues, por jo armiqësor. Vishte një kostum të errët të një cilësie të shkëlqyer dhe prania e tij dominonte natyrshëm mjedisin. Zoti Shala bëri prezantimet Arta, këto janë kandidatet që përmenda, Bora dhe Klea. Besniku eci drejt tyre, duke zgjatur dorën për t'i përshëndetur. Shtrëngimi I tij I dorës ishte I fortë, shikimi I tij I drejt për drejt. Është kënaqësi t'ju njoh, tha ai, dhe zëri I tij mbarte një autoritet natyror. Ju lutem, ndjehuni si në shtëpinë tuaj. Ai bëri shenjë drejt dy koltukëve të pozicionuar para tryezës së tij. Vajzat u ulën dhe Bora vuri re se si Klea menjëherë mori një qëndrim që qartësisht e kishte ushtruar, drejt, elegante, me duart e pozicionuara me delikatesë. Besniku u kthye në karrigen e tij dhe I vëzhgoi për disa momente në heshtje. Bora mund të ndjente se ai po bënte një vlerësim fillestar, duke kapur detaje që ndoshta do t'i shpëtonin shumicës së njerëzve. Mirë, filloi ai më në fund, imagjinoj se jeni kurioze për këtë pozicion dhe për atë që po kërkojte një asistente e re. Të dyja pohuan me kokë, duke kushtuar vëmendje të plotë. Ky nuk është një pozicion I zakonshëm. Kushto që zgjidhet do të punoj drejt për drejt me mua në projekte të ndryshme, do të marrë pjesë në mbledhje të rëndësishme, do të ketë akses në informacione konfidenciale. Ai bëri një pauzë, duke lënë peshën e fjalëve të tij të absorbohej. Prandaj, më shumë se kompetencë teknike, e cila mund të mësohet, po kërkoj dikë I cili mund të besoj plotësisht. Besniku u mbështet në karrigen e tij, sytë e tij alternoheshin mes dy kandidateve. Më thoni, çfarë besoni se është cilësia më e rëndësishme për dikë që punon në një pozicion besimi? Klea ishte e para që u përgjigj, sikur ta kishte përgjigjen tashmë në majë të gjuhës. Qëndrimi I saj u drejtua edhe më shumë, dhe ajo mori një shprehje besim plot. Zoti Shala, pasi reflektova mbi këtë pyetje, besoj me bindje se është aftësia për të ruajtur diskrecion absolut së bashku me kompetencën për të ekzekutuar detyra komplekse. Një asistente duhet të jetë si një zgjatim I vetë ekzekutivit, duke parashikuar nevojat, duke vepruar gjithmonë sipas standardeve më të larta profesionale dhe duke ruajtur konfidencialitet të plot mbi informacionet e ndjeshme. Besniku dëgjonte me vëmendje, por shpreha e tij mbetej neutrale, pothuajse e padeshifrueshme. Bora kuptoi se ai ishte më I interesuar për mënyrën se si ndërtoheshin përgjigjet sesa për përmbajtjen në vetvete. Perspektivë interesante, Klea.
Ti qartësisht ke menduar për pjesën teknike të funksionin. Besniku bëri një pauzë të qëllimshme. Po ti, Bora? Çfarë mendon për këtë? Bora mori frym thellë para se të përgjigjej, duke ndier peshën e shikimit të dyve mbi të. Zoti Shala, sipas mendimit tim, cilësia më e rëndësishme është ndershmëria absolute. Një person mund të ketë të gjitha kompetencat teknike të botës, por nëse nuk është absolutisht i integritetit, mund t'i shkaktojë dëme të pariparueshme çdo organizate. Ndershmëria, përsëriti besniku ngadalë, sikur po shijonte fjalën. A mund të elaborosh më shumë mbi këtë? Po, unë besoj se ndershmëria shkon shumë përtej thjesht të mos gënjyrit. Ka të bëjë me transparencën e plot në komunikime, marrjen e përgjegjësisë së plot për gabimet veta, dhe gjithmonë veprimin duke menduar për interesin më të mirë të kompanisë, edhe kur askush nuk po vëzhgon. Ka të bëjë me të qenit i njëjti person kur je vetëm dhe kur po vlerësohesh. Klea hodhi një vështrim diskret drejt Borës, paksa e surprizuar nga natyrshmëria dhe thellësia e përgjigjes. Besniku u ngrit nga karrigia e tij dhe eci drejt dritares, duke soditur pamjen e qytetit për disa çaste. Duart e tij ishin të pozicionuara pas shpine, në një qëndrim që tregonte reflektim të thellë. E dini, tha ai pa u kthyer, unë ndërtova këtë kompani bazuar në një premis shumë të thjeshtë, njerëzit me integritet marrin vendime të duhura, madje edhe në presion ekstrem. Sepse kur karakteri është i fortë, zgjedhjet e duhura bëhen automatike. Ai u kthye nga ato sërish, dhe Bora vuri re se kishte diçka ndryshe në sytë e tij, një intensitet që nuk ishte aty më parë. Do të dëshiroja të bëja një pyetje më specifike tani. Imagjinoni se zbuloni që një koleg po bën diçka të pasakt, asgjë shumë të rëndë, por që shkon kundër politikave të qarta të kompanisë. Si do ta trajtonit këtë situatë delikate? Klea u përgjigj menjëherë, do të varej nga rëndësia specifike e situatës dhe marrëdhënia që kam me atë person. Nëse do të ishte diçka e vogël, do të përpiqesha të bisedoja drejt për drejt me të fillimisht, duke i ofruar orientim. Por nëse do të ishte diçka që mund të dëmtonte ndjeshëm kompaninë, nuk do të hezitoja ta raportoja te eprorët hierarkik. Besniku pohoi me kokë dhe pa me pritshmëri drejt Borës. Unë do të bëja saktësisht atë që sugjeroi Klea fillimisht, do të përpiqesha të bisedoja me personin fillimisht. Besoj se ndonjëherë njerëzit bëjnë gabime të sinqerta nga mungesa e qartësisë mbi rregullat, jo domosdoshmërisht nga qëllimi i keq. Por nëse do të vëreja se gabimi ishte i qëllimshëm ose që personi nuk është i gatshëm ta korrigjojë menjëherë, atëherë po, do të ishte e nevojshme të raportohej për të mbrojtur integritetin e kompanisë. Dhe po sikur ky person të ishte një mik shumë i ngushtë. Pyetja i kapi të dyja plotësisht në befasi. Ishte qartësisht një test se si ato do të trajtonin konfliktet mes marrëdhënieve personale dhe përgjegjësive profesionale. Klea hezitoi për një moment para se të përgjigjej, një shprehje përqendrimi i përshkoi fytyrën. Do të ishte një situatë jashtëzakonisht e vështirë, por besnikëria ndaj kompanisë duhet të vijë gjithmonë e para. Misia personale nuk mundet kurrë të komprometojë integritetin profesional. Bora mendoi për disa sekonda, duke konsideruar me kujdes fjalët e saj. Do të ishte një nga situatat më të dhimbshme të mundshme për t'u përballur. Por unë besoj se misia e vërtet përfshin gjithashtu ndihmën ndaj personit për të bërë gjën e duhur, edhe nëse është e vështirë në atë moment. Ndonjëherë të jesh një mik i mirë do të thotë të kesh biseda të vështira. Besniku ul sërish dhe Bora vuri re se ai po vëzhgonte jo vetëm përgjigjet, por edhe gjuhën e trupit të dyjave, mënyrën se si ato shpreheshin, momentet e hezitimit, sinqeritetin në shprehje. Shumë mirë. Tani do të dëshiroja të propozoja diçka paksa ndryshe. Besniku hapi një sirtar anësor të tryezës së tij dhe nxori një zarf të bardhë. Më duhet të largohem për disa minuta për t'ju përgjigjur një telefonate ndërkombëtare urgjente që nuk mund ta shtyj. Kur të kthehem, do të bëjmë pjesën finale të intervistës son. Ai e vendosi zarfin mbi tryezë në një pozicion ku të dyja të rejat mund ta shihnin qartë. Zarfi ishte pjesërisht i hapur dhe ishte e mundur të shihej se përmbante një sasi të konsiderueshme parash. Ky zarf përmban pagesën e një konsulence të jashtme që më duhet ta procesoj ende sot para mbylljes së bankave. Ju kërkoj të prisni këtu rehat derisa të kthehem. Besniku u drejtua për nga dera me hapa të fortë. Para se të dilte, u kthye shkurtimisht nga ato. Ndjehuni plotësisht të lira. Mund të shihni librat në raft, të shihoni pamjen, të relaksoheni.
Kthehem pas 15 minutash. Dera u mbyll pas tij me një klik të lehtë dhe heshtja që pasoi ishte pothuajse e prekshme. Bora dhe Klea mbetën vetëm në zyrën ekzekutive mbresëlënëse, me zarfin me paraqartësisht të dukshëm mbi tryezën prej mahogani të lustruar. Bora pa përreth zyrës, duke u përpjekur të relaksohej dhe të absorbonte detajet e mjedisit. Raftet e librave ishin të mbushura me vëllime mbi biznesin, ekonominë dhe udhëheqjen. Kishte disa çmime dhe mirënjohje në një vitrinë dhe një kornizë me një thënie: integriteti është të bësh gjën e duhur kur askush nuk po të vëzhgon. Klea, nga ana e saj, duke i paksaj agjituar, duke ndryshuar pozicionin në karrige disa herë dhe duke kontrolluar diskretisht smartphone-in e saj. Është një zyrë vërtet mbresëlënëse, apo jo? Komentoi Bora natyrshëm, duke u përpjekur të thyente heshtjen dhe të ulte tensionin e prekshëm në ajër. Po, shumë elegante dhe e dekoruar mirë, u përgjigj Klea, por vëmendja e saj dukej e ndarë. Ajo shihte diskretisht zarfin mbi tryezë, pastaj Borën, pastaj derën. Bora nxori celularin e saj për të parë nëse kishte mesazhe nga nëna. Teuta kishte premtuar të dërgonte një mesazh inkurajimi gjatë intervistës dhe vërtet kishte mbërritur një: bëhu vetvetja, bija ime. Jam këtu duke u lutur për ty dhe shumë krenare për vajzën guximtare që je bërë. Ndërsa Bora lexonte mesazhin me një buzëqeshje emocionale dhe po përgjigjej shpejt duke e falendëruar për mbështetjen, Klea u ngrit nga karrigia e saj me një lëvizje me sa duket rastësore. Po shkoj vetëm të shoh pak më mirë këtë pamje mbresëlënëse, tha Klea, duke ecur drejt dritares së madhe që ofronte një perspektivë panoramike të Tiranës. Bora vazhdoi e përqendruar në celular, duke i u përgjigjur me dashuri mesazhit të nënës dhe duke u përpjekur të qetësonte nervat për vazhdimin e intervistës. Adrenalina e momentit ishte e lartë, por ajo ndihej mirë me performancën e saj deri tani. Gjatë disa minutave, qëndruan kështu, Bora e humbur në mesazhet e saj personale dhe duke u përpjekur të mendonte përgjigje për pyetje të mundshme shtesë, dhe Klea me sa duket duke admiruar detajet e sofistikuara të dekorimit të zyrës ekzekutive. Mjedisi ishte i heshtur përveç zhurmës pothuajse të padëgjueshme të kondicionerit dhe zhurmave të largëta të qytetit poshtë. Klea u kthye në karrigen e saj disa çaste para se Besniku të kthehej në sallë. Kur ai hyri, të dyja të rejat e përshëndetën me respekt, duke u ngritur nga karriget e tyre. Më falni për ndërprerjen e nevojshme. Tani mund të vazhdojmë me etapën finale. Besniku u drejtua për te karrigja e tij, por ndaloi papritur duke parë tryezën. Shpreha e tij ndryshoi plotësisht. Nga profesional dhe kordial, u bë serioz dhe dukshëm i shqetësuar. Ka një problem serioz këtu, tha ai, zëri i tij mbarte një autoritet që i bëri të dyja të rejat të drejtoheshin menjëherë në karrige. Zotëri, pyeti Klea, me një konfuzion të dukshëm të sinqertë. Paratë që ishin në këtë zarf janë zhdukur plotësisht. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me tension. Bora ndjeu stomakun t'i rrotulloi, jo nga faji, por nga rëndësia e akuzës së nënkuptuar. Kur dola nga kjo dhomë, kishte 10.000 lekë në këtë zarf. Tani zarfi është bosh. Besniku pa drejt për drejt të dyja të reja. Vetëm ne të tre kemi qenë këtu gjatë kësaj kohe. Klea u ngrit menjëherë nga karrigja e saj me një shprehje indinjate. Zoti Shala, mund t'ju garantoj se unë nuk kam prekur asgjë që nuk ishte e imja. Bora u ngrit gjithashtu, më ngadalë. As unë nuk kam marrë gjë, zotëri. Qëndrova këtu në karrige pothuajse gjatë gjithë kohës. Besniku eci ngadalë rreth tryezës, sytë e tij analizonin çdo shprehje, çdo reagim. E kuptoj që kjo është një situatë shumë e pakëndshme për të dyja, tha ai me zë të qetë por të prerë. Dhe unë vërtet do të dëshiroja ta zgjidhnim këtë në mënyrën më të civilizuar të mundshme. Klea kryqëzoi krahët, qëndrimi i saj tregonte indinjadë. Zoti Shala, unë vi nga një familje shumë e konsoliduar. Kur nuk do të kisha nevojë apo të ulesha aq poshtë sa të merrja diçka që nuk më përket. Kjo është thyese. Bora mbeti e heshtur për disa momente duke procesuar situatën. Zoti Shala, unë e kuptoj që ju duhet të hetoni se çfarë ka ndodhur. Nëse ka diçka që mund të bëj për të ndihmuar në sqarimin e fakteve, do të jem në dispozicion. Shumë mirë. Ka një mënyrë të thjeshtë për ta zgjidhur këtë. Besniku u kthye në karrigen e tij. Do të dëshiroja të kontrolloja çantat tuaja të dyjave. Bora pohoi menjëherë. Sigurisht, asnjë problem. Klea hezitoi për një fraksion sekonde para se të pranonte.
Nëse kjo është e nevojshme për të sqaruar faktet, atëherë po. Besniku fillimisht ju drejtua Borës. A mund ta shoh çantën tënde, të lutem? Bora i dorëzoi çantën e saj të thjesht prej pëlhure të qëndisur pa hezituar. Besniku e ekzaminoi me kujdes duke kontrolluar çdo ndarje. Brenda kishte vetëm sende personale bazë, portofol me pak lekë, dokumente, disa karamele që Teuta i kishte vendosur për fat dhe celularin. Faleminderit, Bora. Ai ia ktheu çantën dhe ju drejtua Kleas. Klea? Klea i dorëzoi çantën e saj të firmës, por duart i dridheshin lehtë. Jam e sigurt që kjo është vetëm një keqkuptim. Besniku hapi çantën prej lëkure të shtrenjtë dhe filloi ta ekzaminonte. Kishte portofol, celular, produkte tualeti, karta të ndryshme dhe pastaj, në një xhep të brendshëm me zinxhir, gjeti diçka që ia ngurtësoi shprehjen. Ngadalë, nxori një zarf identik me atë që ishte mbi tryezë dhe paratë. Heshtja në sallë u bë shurdhuese. Klea pa zarfin në duart e besnikut me një shprehje shoku të plotë. Kjo nuk është e mundur, pëshpëriti ajo, zëri po i dridhej. Besniku i vendosi paratë mbi tryezë dhe pa drejt për drejt në sytë e Kleas. A mund të shpjegosh se si përfundoi kjo në çantën tënde? Klea shite paratë në duart e besnikut sikur po shite një fantazmë. Duart i dridheshin dukshëm dhe e gjithë qetësia elegante që kishte mbajtur gjatë gjithë intervistës ishte zhdukur plotësisht. Fytyra e saj ishte e zbetë dhe dukej se kishte vështirësi të merrte frym normalisht. Unë nuk e kuptoj se si përfundoi kjo aty, belbëzoi ajo, zëri i saj po humte të gjithë sigurinë e mëparshme dhe tingëllonte pothuajse i dëshpëruar. Dikush duhet ta ketë vendosur në çantën time. Unë kur nuk do të bëja diçka të tillë. Familja ime, reputacioni ynë. Bora vëzhgonte skenën me një përzierje komplekse shoku dhe mëshire të sinqertë. Edhe me të gjitha provokimet e holla dhe përpjekjet për zvogëlim që Klea kishte bërë gjatë pasdites, ajo nuk mund të ndjente kënaqësi duke parë një person tjetër në një dëshpërim aq të thellë. Besniku mbeti në heshtje për disa momente që u dukën të përjetshme, duke studiuar me kujdes shprehjet e të dyja të rejave. Fytyra e tij ishte një maskë e papenetrueshme, por sytë e tij dukej se po llogaritnin diçka, sikur po vlerësonte çdo reagim, çdo fjalë, çdo lëvizje. Klea, tha ai më në fund, zëri i tij mbante një ton profesional por të ngarkuar me rëndësi, ti po sugjeron që dikush i vendosi këto para në çantën tënde pa e vënë re ti? Duhet të jetë saktësisht kjo, u përgjigj Klea shpejt, duke u kapur dëshpërimisht pas mundësisë si dikush që kapet pas një dërase shpëtimi. Kur u ngrita nga karrigia për të parë pamjen, ndoshta dikush e shfrytëzoi momentin e shpërndarjes. Ajo pa drejt për drejt Borën dhe akuza e nënkuptuar ishte e qartë dhe e dhimbshme. Bora po merrej me celularin gjatë gjithë kohës, vazhdoi Klea, zëri i saj po fitonte forcë ndërsa elaboronte teorinë e dëshpëruar. Ajo mund t'i kishte marrë lehtësisht paratë nga tryeza dhe pastaj t'i vendoste në çantën time kur unë u ngrita. Është i vetmi shpjegim logjik. Bora ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Akuza ishte aq e papritur, aq e padrejtë dhe mizore sa për një moment mbeti plotësisht pa fjalë, duke parë vetëm Klean me një shprehje mosbesimi të plotë. Unë nuk e bëra këtë, tha Bora më në fund, zëri i saj i fortë pavarësisht shokut emocional. Unë po i ktheja vetëm një mesazh të dashur nënës sime. Nuk u ngrita nga karrigia asnjëherë gjatë mungesës suaj. Si mund të jem e sigurt për këtë, insistoi Klea, dëshpërimi i saj po rritej në mënyrë të prekshme. Zoti Shala, ju lutem, mendoni logjikisht për të gjithë situatën. Kush këtu ka më shumë motiv për t'i marrë këto para? Unë, që vi nga një familje shumë mirë e konsoliduar financiarisht, apo ajo, që... Klea ndaloi papritur, duke kuptuar se ishte gati të thoshte diçka të tmerrshme dhe të pakthyeshme. Përfundoje fjalinë tënde, Klea, tha besniku me një zë rrezikshmërisht të qetë që e bëri ajrin në sallë të bëhej edhe më i rëndë. Klea gëlltiti pështymën, duke kuptuar se ishte vendosur në një pozicion edhe më të keq. Unë desha të thosha vetëm se rrethanat ekonomike të ndryshme mund t'i çojnë njerëzit të bëjnë gjëra që normalisht nuk do t'i bënin. Nuk është faji i saj, është thjesht nevojë. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me një tension pothuajse të papërballueshëm. Bora ndjeu lotët t'i mbushnin syt, jo nga trishtimi, por nga indinjata e thellë për padrejtësinë absolute të akuzës dhe për mënyrën se si origjina e saj familjare po përdorej kundër saj.
Klea, tha Bora, zëri I saj po dridhej lehtë por ishte ende I fortë dhe dinjitos, unë mund të mos e kem edukimin tënd të shtrenjtë apo rrobat e tua të firmës, por kam diçka që me sa duket ti nuk e ke, karakter. Preferoj të jem e varfër por e ndershme se sa e pasur dhe e pandershme. Nëna ime më ka mësuar se dinjiteti ynë nuk varet nga ajo që kemi, por nga ajo që jemi. Besniku vëzhgonte të gjithë ndërveprimin në heshtje absolute, por Bora vuri re se sytë e tij shkëlqenin me diçka që dukej si kënaqësi. Aprovim? Ishte e vështirë ta deshifroje. Është shumë interesante, tha besniku më në fund, zëri I tij mori një ton tjetër, se si një situatë presioni ekstrem zbulon karakterin e vërtet të njerëzve. Klea u kthye nga ai me shpresë, duke e interpretuar komentin si mbështetje. Pra ju e kuptoni që unë nuk do të mund ta bëja këtë? Që duhet të ketë qenë ajo? Njerëzit e dëshpëruar bëjnë gjëra të dëshpëruara. Oh, unë e kuptoj përsosmërisht se çfarë ka ndodhur këtu, u përgjigj besniku, duke u ngritur ngadalë nga karrigia me një qetësi që binte në kontrast me agjitimin e të rejave. Në fakt, unë e pash saktësisht se çfarë ndodhi gjatë mungesës sime. Të dyja të rejat e pan me konfuzion të plodh. Shihni, ka kamera sigurie diskrete në këtë zyrë. Është një masë sigurie standarde për çdo sajau të një korporate të kësaj madhësie. Besniku eci drejt një muri ku kishte një pikturë me sa duket dekorative. Me një prekje të hollë në një telekomand, një ekran I vogël u ndez duke treguar regjistrimin e sallës. Gjaku u largua plotësisht nga fytyra e Kleas. Bora ndjeu një përzierje intensive lehtësimi dhe kurioziteti për atë që saktësisht kamerat kishin kapur. Më lini t'ju tregoj se çfarë ndodhi vërtet, tha besniku, duke rregulluar regjistrimin në momentin kur ai doli nga salla. Në ekran, ato mund të shihnin veten të ulura në karrige pasi besniku doli. Imazhi ishte I qartë dhe cilësia e shkëlqyer. Bora ishte dukshëm e përqendruar në celularin e saj, saktësisht siç kishte thënë. Klea, nga ana tjetër, u ngrit dhe eci nëpër sallë, por jo për të admiruar pamjen. Regjistrimi tregonte qartë Klean duke u afruar te tryeza, duke parë shpejt drejt Borës për t'u siguruar që nuk po vëzhgohej, dhe pastaj, me lëvizje të qëllimshme, duke marrë zarfin me paratë. Por kjo nuk është ende pjesa më interesante e historisë, vazhdoi besniku, duke e çuar regjistrimin disa sekonda përpara. Tani ato mund të shihnin Klean duke marrë çantën e saj dhe, me lëvizje jashtëzakonisht të kujdesshme, duke transferuar një pjesë të zarfit brenda saj. Por pastaj, në vend që ta fshehte çantën, ajo u afrua me kujdes te karrigia ku ishte e ulur Bora. Regjistrimi tregonte Klean duke pritur me durim një moment kur Bora ishte veçanërisht e humbur me celularin dhe pastaj, në mënyrë tinzare, duke hapur çantën e Borës dhe duke vendosur pjesën tjetër të parave brenda. Klea në regjistrim pastaj u kthye shpejt në karrigen e saj, pak sekonda para se besniku të kthehej në sallë. Heshtja në zyrë ishte absolutisht shurdhuese. Bora shihte ekranin me një përzierje habie dhe tmerri, duke kuptuar më në fund për masën e plotë të asaj që kishte ndodhur. Klea kishte jo vetëm vjedhur, por me qëllim ishte përpjekur ta inkrimimonte në mënyrë të llogaritur dhe mizore. Klea ishte plotësisht e paralizuar, fytyra e saj e bardhë si letra, duke parë ekranin sikur nuk mund të besonte se ishte kapur. Por ka ende një pjesë finale të kësaj historie, tha besniku, duke ndaluar regjistrimin dhe duke u kthyer nga të dyja të rejat. Shihni, unë nuk dola nga salla për t'ju përgjigjur një telefonate ndërkombëtare urgjente. Të dyja të rejat e pan me konfuzion. Unë shkova në dhomën ngjitur, nga ku mund të vëzhgoj gjithçka që ndodh këtu përmes sistemit të monitorimit. Zarfi me para mbi tryezë? U vendos aty me qëllim. Ishte një test. Realizimi I goditi të dyja si një rrufe. Një test karakteri, vazhdoi besniku. Dëshiroja të shija se si secila prej jush do të reagonte kur të ballafaqohej me një mundësi për fitim të lehtë dhe sigurinë se nuk do të zbulohej. Ai ju drejtua drejt për drejt Kleas. Ti jo vetëm që dështove në test duke marrë paratë, por shkove më tej, u përpoqe të inkriminoje një të pafajshme për të shpëtuar veten. Klea më në fund gjeti zërin e saj, por ishte vetëm një përshpërim e dëshpëruar. Zoti Shala, unë hyra në panik. Kur kuptova se çfarë kisha bërë, u përpoqa ta rregulloja. Ta rregulloje, përsëriti besniku, zëri I tij mbarte mos besim. Ti u përpoqe të shkatëroje reputacionin e një vajze të pafajshme për të shpëtuar lëkurën tënde. Kjo nuk është rregullim, është frikacakëri.
Bora mbetej në heshtje, ende duke procesuar gjithçka që kishte ndodhur. Ndjej e lehtësuar që pafajësia e saj ishte provuar, por edhe thellësisht e tronditur nga ligësia e qëllimshme e së cilës kishte qenë viktim. Në 15 vite duke drejtuar këtë kompani, vazhdoi Besniku, kam mësuar se kompetenca teknike mund të mësohet, përvoja mund të fitohet, por karakteri është diçka që e ke ose nuk e ke. Dhe kur nuk e ke, asnjë trajnim i botës nuk mund ta plotësojë atë mungesë. Ai u kthye nga Bora. Ti, nga ana tjetër, jo vetëm që i rezistove tundimit, por kur u akuzove rrejshëm, mbajte dinjitetin tënd dhe mbrojte parimet e tua pa e sulmuar personalisht akuzuesen tënde. Klea u ngrit pa pritur nga karrigia e saj. Kjo ishte një kurth. Ishte e pandershme nga ana juaj të na testonit në këtë mënyrë. E pandershme? Besniku ngriti një vetull. Klea, unë vendosa para në tryezën time, në zyrën time. Në asnjë moment nuk thash që ju mund t'i merrni. Nëse kjo ishte një kurth vetëm për ata që kishin tashmë qëllimin për të bërë diçka të gabuar. Logjika ishte e pakundërshtueshme. Klea e kuptoi se nuk kishte argumente që mund ta shpëtonin situatën e saj. Zoti Shala, u përpoq ajo për herë të fundit, unë bëra një gabim të tmerrshëm, por unë mund të mësoj. Mund të përmirësohem. Familja ime ka ndikim, lidhje që mund të përfitonin kompaninë. Mjaft, e ndërpreu Besniku prerë. Ti ende nuk e ke kuptuar. Nuk është për ndikimin apo lidhjet. Është për besimin. Si mund t'i besoj projekte të rëndësishme dikujt që do të vinte në mundësinë e parë dhe pastaj do të përpiqej të inkrimimonte një të pafajshëm? Klea kuptoi se kishte humbur plotësisht. Mori çantën e saj me lëvizje të ngurta dhe u drejtua për nga dera. Ju po bëni një gabim, tha ajo, zëri i saj përziente zemërim dhe dëshpërim. Po humbisni një kandidate me edukim të lartë, përvojë ndërkombëtare dhe të gjitha burimet e nevojshme për të përfaqësuar denjësisht një kompani të kësaj madhësie. Besniku e vëzhgoi atë duke ecur deri te dera para se të përgjigjej. Klea, unë mund të humbas një kandidate teknikisht të kualifikuar, por preferoj këtë sesa të punësoj dikë të gatshëm të shkatërroj njerëz të tjerë për të arritur qëllimet e veta. Me ato fjalë, Klea doli nga salla, duke e përplasur derën pas vetes. Besniku dhe Bora mbetën vetëm në zyrë. Heshtja ishte e thellë, por jo e pakëndshme. Ishte sikur i gjithë tensioni kishte dalë nga salla bashkë me Klean. Bora, tha Besniku më në fund, zëri i tij tani shumë më i butë, më vjen keq që kalove përmes kësaj. Faleminderit, zoti Shala. Ishte e frikshme të akuzoheshe për diçka që nuk e ke bërë. Imagjinoj se ka qenë. Por ti e trajtove situatën në mënyrë admiruese. Mbajte qetësinë tënde, mbrojte parimet e tua dhe nuk humbe njerëzishmërinë tënde madje edhe kur po sulmoheshe padrejtësisht. Besniku u kthye në karrigen e tij dhe bëri shenjë që edhe Bora të ulej. Tani, le të flasim për arsyen e vërtetë pse ti je këtu. Bora ul sërish, ende duke u përpjekur të procesonte gjithçka që kishte ndodhur në minutat e fundit. Testi, tradhtia e Kleas, zbulimi i kamerave, gjithçka duke jo reale, sikur të ishte pjesë e një filmi dramatik. Besniku e vëzhgoi për disa momente dhe për herë të parë që kur kishte hyrë në atë sallë, Bora pa diçka përtej profesionalizmit në sytë e tij. Kishte një ngrohtësi të sinqertë, pothuajse atërore. E di, Bora, kur nëna jote u afrua te unë dhe arta për të folur për ty, mbeta i intriguar. Teuta punon këtu prej 15 vitesh dhe gjatë gjithë kësaj kohe, kur nuk ka kërkuar asgjë për veten e saj. Kur nuk ka kërkuar rritje rroge, kur nuk është ankuar për kushtet e punës, kur nuk ka krijuar probleme. Thjesht bën punën e saj me përsosmëri dhe dinjitet. Bora ndjeu një val krenarie për nënën kur dëgjoi ato fjalë. Kur ajo më në fund kërkoi diçka, jo për vete, por për të bien, e dita se duhet të ishte diçka e veçantë. Teuta rrezikoi pozicionin e saj në kompani duke bërë atë rekomandim. Nëse ti nuk do t'u përgjigjesh pritshmërive, kjo mund të kishte pasoja negative edhe për të. Nëna ime nuk ma tha kur këtë, pëshpëriti Bora, duke kuptuar se sa shumë Teuta kishte rrezikuar për të. Sigurisht që nuk ta tha. Teuta është një nga njerëzit më altruist që njoh. Por pika është se ajo besoi aq shumë te ti sa ishte e gatshme të vinte bast reputacionin e saj profesional mbi karakterin tënd. Besniku u ngrit dhe eci drejt dritares duke soditur pamjen e qytetit. Shi, Bora, edhe unë vi nga një origjinë modeste.
Babai im ishte mekanik, nëna ime rrobaqepse. Jam rritur në një lagje shumë të thjeshtë të këtij kryeqyteti. Kur isha i ri, edhe unë u përballa me situata ku njerëzit u përpoqën të më zvogëlonin për shkak të origjinës sime. Bora e dëgjoi me vëmendje, e surprizuar nga ai zbulim personal. E ndërtova këtë kompani bazuar në besimin se karakteri vlen më shumë se çdo kualifikim tjetër. Sepse kompetencat mund të mësohen, por integriteti ky është diçka që vjen nga brenda. Ai u kthye nga ajo. Ajo që ti tregove sot nuk ishte vetëm dëshmëri, ishte guxim. Guxim për të mbajtur parimet e tua madje edhe nën presion, guxim për të mbrojtur dinjitetin tënd pa e sulmuar atë që po të sulmonte. Bora ndjeu sytë ti mbusheshin me lot, jo nga trishtimi, por nga emocioni i pastër. Zoti Shala, tha ajo me zë të dridhur, unë bëra vetëm atë që nëna ime më mësoi. Ajo thoshte gjithmonë se pasuria jon është në karakterin ton, jo në llogarin ton bankare. Besniku buzëqeshja e parë e sinqertë që Bora pa që kur kishte hyrë në sallë. Teuta të ka mësuar mirë. Dhe tani do të dëshiroja të bëja një propozim. Bora u drejtua në karrige, zemra e saj filloi të rrite sërish fort. Pozicioni i asistentes së re është i yti, nëse e dëshiron. Rroga fillestare do të jetë 3 herë më e lartë se të ardhurat aktuale të familjes suaj. Përveç kësaj, kompania do të sponsorizojë studimet e tua, ti do të mund të ndjekësh çdo fakultet që dëshiron në kohë të pjesshme me të gjitha shpenzimet e paguara nga korporata. Bora mbeti në heshtje për disa momente, duke u përpjekur të asimilonte atë që po dëgjonte. Ishte shumë më tepër se sa kishte ëndërruar. Por ka më shumë, vazhdoi besniku. Dua që ta dish se kjo nuk është bamirësi. Është një investim. Shoh potencial të ti, jo vetëm për ndershmërinë tënde, por për inteligjencën tënde, pjekurinë tënde në trajtimin e vështirësive dhe aftësinë tënde për të ruajtur elegancën madje edhe nën presion. Ai u kthye në karrigen e tij. Pra, Bora, a e pranon sfidën? Për një moment, Bora nuk mundi të fliste. Të gjitha shqetësimet për të ardhmen, të gjitha netët kur kishte qëndruar zgjuar duke pyetur veten se si do ta ndihmonte familjen, të gjitha ëndrat që dukeshin të pamundura, gjithçka po ndryshonte në atë çast. Unë e pranoj, po. E pranoj me shumë krenari dhe mirënjohje. Shkëlqyeshëm. Arta do të kujdeset për të gjithë dokumentacionin dhe formalitetet. Ti do të fillosh të hënën e ardhshme. Besniku hapi një sirtar dhe nxori disa dokumente. Këto janë kontratat fillestare dhe informacioni mbi përfitimet. Merri në shtëpi, lexoi me qetësi dhe nëse ke dyshime, mund të më kërkosh drejt për drejt. Bora i mori letrat me duar paksa të dridhura. Ishte reale. Po ndodhte vërtet. Zoti Shala, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht. Pse e krijuat atë test? A nuk do të ishte më thjesht të intervistonit normalisht? Besniku u mbështet në karrigen e tij duke konsideruar pyetjen. Sepse, Bora, çdo person mund të flasë për ndershmërinë në një intervistë. Klea foli shumë mirë për integritetin dhe parimet. Por të flasësh është e lehtë. Ajo që vërtet vlen është se si dikush vepron kur mendon se askush nuk po e vëzhgon. Ai bëri një pauzë. Përveç kësaj, në pozicione të larta besimi si ky, personi do të ketë akses në informacione konfidenciale, para dhe mundësi ku do të ishte e lehtë të merrte avantazh të padrejtë. Më duhet të jem absolutisht i sigurt që mund të besoj. Bora pohoi me kokë, duke kuptuar logjikën. Dhe për Klean ai kishte vërtet të gjitha ato kualifikime që përmendi? Po, i kishte. Edukim të shkëlqyer, përvojë ndërkombëtare, lidhje familjare. Teknikisht, ishte një kandidate mbresëlënëse. Besniku pshertiu. Por çfarë vlen gjithë ajo përgatitje nëse personi e përdor atë për të dëmtuar të tjerët? Ata u ndërpren nga një trokitje në derë. Arta hyri duke buzëqeshur profesionalisht. Zoti Shala, a mund të procesoj dokumentacionin e të punësuarës së re? Po, Arta. Bora do të jetë asistentja jonë e re. Arta e përshëndeti Borën ngrohtësisht. Mirë se vjen në ekip. Jam e sigurt që do të kesh shumë sukses këtu. Pasi rregulloi disa detaje me Artën, Bora u bë gati të dilte. Besniku e shoqëroi deri te dera. Bora, një gjë të fundit, tha ai. Kur të shkosh në shtëpi, jepi një përqafim shumë të veçantë Teutës.
Ajo jo vetëm që ka rritur një vajzë të mrekullueshme, por gjithashtu ndryshoi të ardhmen e familjes suaj. Sigurisht që do t'ja jap, zotëri. Dhe faleminderit. Për gjithçka. Për mundësinë që më dhatë, për faktin që ishit i drejtë, që pat për te i dukjes. Faleminderit ty. Pas pak muajsh do ta kuptosh që ai që doli vërtet i fituar isha unë. Bora zbriti në ashensor me ndjenjen sikur po fluturonte. Kur arriti në katin përdes, gjeti Teutën duke pritur me ankth në recepcion. Bia ime. Si shkoj? Nga fytyra jote, duket se shkoj mirë. Bora e përqafoi nënën me të gjithë forcën, pa mundur t'i mbante lotët e gëzimit. Nën, ja dola. E fitova punën. Teuta e përqafoi edhe më fort dhe të dyja qanë aty, në mes të recepcionit elegant, pa u shqetësuar se kush mund t'i vëzhgonte. E dita, pëshpëriti Teuta mes lotëve. E dita se nëse do të jepnin një shans të drejtë, ti do të tregoje se çfarë je aftë të bësh. Gjatë rrugës për në shtëpi, Bora i tregoi nënës gjithçka që kishte ndodhur, testin, tradhtinë e Kleas, zbulimin e kamerave dhe në fund ofertën e punës. Teuta dëgjonte gjithçka në heshtje, duke tundur kokën herë nga indinjata, herë nga krenaria. E di çfarë më bën më shumë krenare, tha Teuta kur Bora mbaroi tregimin. Nuk është se fitove punën. Është se ti mbetesh besnike ndaj vlerave që u përpoqa të mësoja, madje edhe në një situatë aq të vështirë. Mësova nga mësuesja më e mirë, u përgjigj Bora duke buzëqeshur. Atë natë, nën e bi u ulën në tryezën e kuzhinës së vogël për të ngrënë darkë, por atmosfera ishte plotësisht ndryshe. Nuk kishte më shqetësim për të ardhmen e pasigurt, për faturat për të paguar, për mundësitë që ndoshta nuk do të vinin kurrë. Nën, tha Bora ndërsa ndihmonte në larjen e enëve, nesër do të filloj të kërkoj një apartament më të madh për ne. Me rrogën time të re, mund të jetojmë më mirë. Teuta fshiu duart në peshirin e enëve dhe pa nga e bija. Bora, dua që të kuptosh një gjë shumë të rëndësishme. Po, do të kemi një jetë më të rehatshme tani. Po, ti do të kesh mundësi që unë kur nuk munda të t'i jepja. Por kur mos harro se nga kemi ardhur. Çfarë do të thuash? Dua të them se pasuria nuk e ndryshon karakterin, ajo e zbulon atë. Ti pate shansin të tregoje kush je kur nuk kishe asgjë për të humbur. Tani do të duhet të tregosh kush je kur të kesh gjithçka për të fituar. Bora pohoi me kokë, duke kuptuar urtësinë pas fjalëve të nënës. Dhe kujto gjithmonë, historia jote nuk është për një vajzë të varfër që fitoi një punë. Është për një vajzë me integritet që u njoh për vlerën e saj të vërtetë. Të hënën pasardhëse, Bora u zgjua më herët se zakonisht, edhe pse dita e saj e parë e punës fillonte vetëm në orën 8 të mëngjesit. Ankthi dhe pritshmëria kishin bërë që të flinte keq, por ishte një pagjumësi e mirë, e mbushur me shpresë dhe vendosmëri. Mori një dush të kujdesshëm, u rregullua me rrobat e reja, pjesa e parë e veshjes profesionale që kishte blerë me paradhënien e rrogës që besniku kishte insistuar t'i jepte. Ishte një komplet diskret por elegant që kombinohej perfekt me personalitetin e saj. Por mbante të njëjtën çantë të qëndisur me dorë që Teuta kishte bërë vite më parë, sepse disa gjëra kishin vlerë sentimentale që asnjë para nuk mund ta blinte. Teuta u zgjua herët gjithashtu për të përgatitur një mëngjes special për ditën e parë të së bijës. Ndërsa përgatitnin vaktin së bashku, biseduan për pritshmëritë dhe përgjegjësitë që do të vinin. Kujto gjithmonë kush je, nuk ka rëndësi se sa lart arrin në jetë, tha Teuta ndërsa lyente bukën me gjalp. Suksesi mund të ndryshojë shumë gjëra rreth nesh, por nuk mund të ndryshojë esencën tonë. E di, nën. Dhe e gjithë kjo ishte e mundur vetëm për shkak të mbështetjes dhe guximit tënd. Do të mësosh mbi sistemet tona, proceset dhe gradualisht do të marrësh përgjegjësi më të mëdha. Në ditët që pasuan, Bora tregoi të njëjtin përkushtim që gjithmonë kishte aplikuar në studime. Arrinte herët, rinte deri vonë kur ishte e nevojshme, bënte pyetje inteligjente dhe absorbonte informacionet si një sfungjer. Punonisit e tjerë shpejt vunë re kompetencën dhe karakterin e saj. Ajo i trajtonte të gjithë me të njëjtin respekt, nga ekzekutivët senior deri te punonisit e pastrimit. Nëna e saj i kishte mësuar se hierarkia profesionale nuk do të thotë hierarki njerëzore. Disa javë më vonë, gjatë një pauze për kafe, Bora takoi besnikun në korridor. Si po adaptohesh, pyeti ai. Më mirë se sa imagjinoja. Çdo ditë është një mundësi për të mësuar diçka të re. Dhe si është Teuta?
Shpresoj se ajo është krenare. Është e rrezatuar. Ndonjëherë e shoh duke më vëzhguar kur arri në shtëpi, sikur nuk beson që e gjithë kjo është reale. Besniku buzëqeshi. E di, Bora, duke të vëzhguar duke punuar në javët e fundit, konfirmoj se mora vendimin e duhur. Ti jo vetëm që ke karakter, ke aftësinë të frymëzosh të tjerët të jenë më të mirë. Atëherë Bora e kuptoi plotësisht se çfarë kishte ndodhur atë ditë të intervistës. Nuk kishte qenë vetëm për të fituar një punë. Kishte qenë për t'i provuar vetes se vlerat që Teuta i kishte mësuar kishin fuqi në botën reale. Muaj më vonë, kur tashmë ishte plotësisht e adaptuar me rutinën korporative dhe kishte filluar fakultetin e administrimit në kohë të pjesshme mbrëmjeje, Bora ndonjëherë mendonte për Klean. Jo me zemërim apo pa kënaqësi, por me një kuptim të pjekur se çdo person përballet me betejat e veta të brendshme. Një pasdite, ndërsa organizonte disa dokumente, besniku e thiri në zyrën e tij. Kam një propozim për ty, tha ai. Çfarë mendon të ndihmosh në zhvillimin e një programi bursash studimi për të rinjt me të ardhurat të ulta? Përvoja jote mund të jetë e vlefshme. Ishte saktësisht lloji i mundësisë që Bora gjithmonë kishte ëndërruar, shansi për të hapur dyrë për njerëz të tjerë si ajo. Do të ishte nder, zoti Shala. Dhe kështu, historia që kishte filluar me një vajzë të re nervoze në një sallë pritjeje u shndërrua në një udhëtim rritjeje, mundësie dhe qëllimi. Bora nuk kishte ndryshuar vetëm jetën e saj, po përgatitej të ndihmonte në ndryshimin e jetës së të tjerëve. Atë natë, kur arriti në shtëpi, gjeti Teutën duke përgatitur darkën si gjithmonë. Por tani kishte diçka ndryshe në mjedis, një ndjenjë plotësimi, objektivasht të arritur dhe horizontesh të reja në horizont. Si shkoi dita, pyeti Teuta, siç bënte çdo natë. Speciale, u përgjigj Bora, duke përqafuar nënën. Çdo ditë këtu është speciale. Dhe kështu u vendos një rutinë e re në jetët e tyre. Teuta vazhdonte të punonte në kompani, por tani kishte një lehtësi në hapat e saj, duke ditur se kishte arritur t'i jepte të bijës mundësinë që gjithmonë kishte ëndërruar. Bora arritej profesionalisht çdo ditë, por kur nuk i harronte mësimet e përulësisë dhe karakterit që e kishin sjellë deri aty. Vite më vonë, kur Bora tashmë mbante një pozicion udhëheqës në kompani dhe ishte diplomuar me dekorat në fakultet, ajo shpesh tregonte historinë e saj për të rinjt që përballeshin me sfida të ngjashme. Dhe gjithmonë përfundonte me të njëjtën thënie që Teuta i kishte mësuar. Dukja mund të gënjej, por karakteri ai kur nuk mund të fshihet. Sepse, në fund, pasuria e vërtet nuk qëndron në atë që zotërojmë, por në atë që zgjedhim të jemi. Dhe kjo zgjedhje, siç mësoi Bora, mund të ndryshojë jo vetëm fatin ton, por fatin e shumë njerëzve të tjerë gjatë rrugës. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Borës dhe Teutës t'i ketë prekur thellë zemrat tuaja. Ky rrëfim na kujton se vlera e vërtetë e një personi qëndron në karakterin e tij, jo në pasuritë e tij. Për të vazhduar eksplorimin e historive që flasin për dinjitet, ndershmëri dhe këmbëngulje, gjeni playlistën tonë speciale këtu anash. Nëse kjo histori ju frymëzoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë dhe të lini një pëlqim në video. Ndani në komente reflektimet tuaja mbi ndershmërinë dhe mundësitë në jetë, na pëlqen shumë të lexojmë përvojat tuaja. Çdo ditë sjellim histori unike që festojnë vlerat më të thella njerëzore. Mos i humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, shihemi së shpejti.